Dje rreth orës 10:30 në rrugën rajonale Tetov Kodra e Diellit në hyrje të fshatit Gajre, zyrtarët policor nga sektori i punëve të brendshme Tetov kanë arrestuar 2 të mitur nga fshati Gajre. Në ndyshimin se më 26 maj 2025, rreth orës 21:15 në rrugën 111 në Tetov, kanë qelluar me pushk automatike në drejtim të një shtëpie në pronësi të MT nga Tetova. Për rastin në fjalë është njoftuar prokurori publik dhe në prezencë të zyrtarëve të Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale është është realizuar bisedë zyrtare dhe punohet në zbardhjen e plotë të rastit. Incidenti i gjuajtjes me automatik që fatmirësisht krahas dëmeve materiale nuk pati viktima, është vijimësi e përplasjeve të dhushme mes 2 familjeve, të cilët janë në hasmëri tani më 1 vjet e gjysmë. Institucionet përkatëse nuk kanë arritur që të parandalojnë përshkallëzimin e përplasjes fizike gjatë kësaj periudhe, në shumicën e rasteve me përdorim armësh zjarri, ku për fat të keq ka pasur edhe viktima.